e kam për gjithë kosovarët dhe për gjithë shqiptarët. Është turp i madh që të merreni me një veprim që e bën Jonzi kundra Xhestit, se Xhesti nuk përfaqëson Kosovën dhe Jonzi nuk përfaqëson Shqipërinë. Ata janë dy lojtarë, Big Brotheri nuk është Big Brother VIP, por është Pieri Bythës 4 herë, në këtë rast që është 4. Edhe t'ju vit turp ju kosovarëve, t'na vit turp edhe në shqiptarëve që për një arsye dobët të ndodhë një konflikt shumë i madh midis nesh. Ne jemi një shtet, ne jemi një flamur, ne jemi një komb, ne gjithmonë kemi qenë bashkë edhe gjithmonë do jemi bashkë. Kemi shumë gjona të mëdha për të diskutuar. Ne s'kemi ngrit protest as për çmimet e naftës, as për produktet ushqimore që janë zero standardi minus, jo zero, po marrin produkte nga Serbi, nga Greku, s'po prodhojnë vetë asgjë. Ta ministrat ka sezonin tani që bëjnë bla bla bla, na gënjejnë që na rrejnë, edhe të na vjedhin prap, erdhën zgjedhjet. Kështu që të japim pak drejtim jetës, të bëjmë një gjë të mirë, e të bëjmë një protestë për drejtat tona, se ky bytha nuk është as për të pa me gruan, as me fëmijën, as me nonën, edhe me shoqërinë, po na vjen zonë e pa. Po fusin zogjë aty, po fusin pluma. Kështu që t'ju vit turp juve që kërcënoni si kosovarët shqiptarët dhe si shqiptarët kosovarët. Mbylleni këtë temë, shikoni, t'japim drejtim problematikave që na shqetësojnë si njerëz. Shqipëria, Kosova, Maqedonia, jemi një shtet, jemi një komb, jemi një flamur. Kështu që ju zotit gjithëve, dhe do doja të mos merreni fare me këto mohabete, se është turp e faqja zezës.